Gjezet më thonë, ti e bia e Bardoshit, ore e pa prekur nga puna e zej. Dhe unë nuk u them gjë, rri dhe buzqesh, sepse ata nuk e din se sa afer jam djerë me një dorë tjetër, me dorën e zezakut. Jam rritur mes laçit dhe drurit të ashpër. Babaim, Bardoshi, ka një emër që peshon më shumë se një trap mermeri në tepelen. E ka fituar atë emër me mund, me nivel syri dhe me saktësi milimetrike. Bardoshi nuk bën gabime. Por Bardoshi nuk të puth në bal. Bardoshi nuk të merr në prehër kur qanë, sepse ke prer gishtin me një copë lamarin. Zezaku nga ana tjetër, si t'ju a them. Zezaku ishte i punësuar i babait. Dora e djathe ati që bën gjithë qka për të cilën Bardoshi thot, kjo punë s'është për mua. Zezaku vishte roba gjithmonë të njolosura, por syt i kishte të pastër. Ai nuk dinte të leconte planimetri, por dinte të leconte mua. Kur mbusha 13 vjeç, babai po ndërtonte një vilë në periferi të qytetit. Unë shkoja pas shkollës, jo për të ndihmuar, por sepse në shtëpi nuk ishte njeri. Nëna punonte në Gjermani, dhe atje, në atë koridor të gjatë ku era hifte tallash në përflokët e mi, njohu Zezakun për herë të parë si diçka më shumë se një punëtor. Ishte një pasdite vjeshte. Unë rria në shkallët e papërfunduara duke lecuar një libër me vjersha. Zezaku kaloi pranë, mbante një qese me qimento. Ndaloi. Po lecon bi? Më tha. Po, ju përgjigja pa i ngritur kokën. A të mëson Bardoshi të lecosh? Pyeti ai duke e vënë theksin të emri i babait tim si që bojnë të gjithë, me nderim dhe pak inat. Mëson, thash. Mëson të mos gaboj kur. Zezaku qeshi. Ishte një e qeshur e ngjirur, si zhavor që fërkohet. Pastaj u ul në shkallën poshtë meje. Për herë të parë, dikush u ul më poshtë se unë. A e di pse Bardoshi nuk gabon kur? Më pyeti ai. Sepse është më i miri, thash unë si një papagal. Jo, tha Zezaku. Sepse nuk e provon kur veten me diçka që nuk di t'ia dal. Unë gaboj çdo ditë, por çdo gabim që bëj e mbyll me duart e mia. Atë ditë nuk kuptova shumë, por fillova të vëreja diçka. Sa herë që Zezaku më fliste, sytë e tij nuk më shikonin si bijtë Bardoshit. Më shikonin si mua. Si atë vajzën që ecte zbathur mbi dërasat e paprer, që kishte frikën nga errësira e bodrumit, që donte të ndiheje fort, por në realitet dridhej si një gjethe plepi. Muajt kaluan. Unë mbusha 15. Trupi im fitloi të ndryshonte, por edhe mënyra se si Zezaku më shikonte ndryshoi. Ishte një vështrim që zjaste pak më shumë se ç'duhej. Një dorë që më taksonte shpatullën për të hequr një fije pluhuri, por që qëndronte aty 1 sekond ekstra. Aso kohe nuk dija t'i jepja emër. Tani e di. Ishte dëshirë. Dhe ishte frikë. Të dyja të përziera në atë vështrim të tij të zi, thellë si pus i fshatit. Një mbrëmje, babaim ishte larguar për të marrë materiale. Kantieri ishte bosh. Unë kisha mbetur atje, si gjithmonë, duke i shmangur detyrat e shtëpisë. Zezaku po i jepte fund punës. Ishte lagur nga shiu. Këmisha e Isa ngjitur në trup. Pash muskujt e krave të tij, të ashpër nga puna, dhe pash edhe plagën e vjetër në gjishtin e madh, një mbres nga një thik që i kishte rëshqitur kur ishte i ri. Hajde këtu, më tha ai pa më pyetur. Unë shkova. Nuk e di pse. Sepse zëri i tij nuk lutej dhe nuk urdhronte. Thjesht më thëriste siç thëret era gjethet. Ai më mori për dorë. Pëllëmba e tij ishte ashpër si letër zmeril, por e ngroth. Më çoi në dhomën që sapo kishte suvatuar. Muret ishin ende të lagura. Era e laçit të freskët mbushte hundët.
Shiko, tha ai duke ndezur një fener të vogël. Këtu kam punuar unë, jo bardhoshi. Pash murin. Nuk ishte i përkryer si që i bënte babaim. Kishte valëzime të vogla, gjishtrin të ngullur në suva, shenja jote. Por për herë të parë, një mur nuk më duke i ftoth. Më dukej si një ditë e gjatë pune. Pse më tregon këtë? E pyeta me zë të mbytur. Zezaku u afrua. Aq afër sa ndjeva erën e duhanit dhe të djersës. Një erë që sot më duket shtëpi, por atëherë më bëri të dridhesha. Sepse ty, më tha ai, s'të ka parë kur njeri si unë. Bardhoshi sheh një vajzë që duhet të jetë e përkryer. Unë shoh një vajzë që është e gjallë, dhe e gjalla gabon. E gjalla ndot rrobat, e gjalla do të preket. Më preku, fillimisht në faqe. Gishti i tij i ashpër, ai me mbresen e thikës, përshkoi vijën e nofullësime. Mbylla syt. Nuk kisha frikë, kisha uri. Ishte e çuditshme, por për herë të parë dikush më trajtonte jo si bijen e bardhoshit, por si një trup gruaje që donte të njihej. E puthi në qafë. Ishte një puthje e thatë, pothuajse e vimshme. Pastaj u tërhoq. Mjafton, tha ai. Ti je ere. Unë jam i vjetër. Dhe unë e di çfarë do të thotë të jesh i vjetër. E di se çdo gjë e bukur shkatërohet. Unë qava. Jo nga dhimbja, por nga konfuzioni. Pse më zgjoj, nëse nuk do të më mbante zgjuar? Pse më tregoj se çfarë do të thoshte dore ngroth, për t'ia hequr pastaj? Muaj më vonë, babai e pushoi Zezakun. Jo për punë të keqe, përkundrazi. Zezaku ma bëri atë punë më mirë se bardhoshi, më tha babai një mbrëmje duke pirë raki. Dhe unë nuk mund ta fal atë. E kuptova. Babai nuk e falte që Zezaku kishte bërë një mur më të bukur se ai. Por ai nuk e dinte të vërtetën. Zezaku mua më kishte bërë një punë edhe më të vështirë. Më kishte bërë mua, jo vajzën e bardhoshit, jo copën e mermerit që duhet të jetë elmuar, por një vajzë që prekej, që dridhej, që donte. E takova Zezakun vetëm një herë tjetër, pas 5 vjetësh, rastësisht në treg. Ishte më i thinjur, më i përkullur, mbante një qese me patate. Hajde, më tha përsëri, ashtu si atë mbrëmje në kantier. Unë shkova. Ai më çoi në shtëpinë e tij të vogël, një shtëpi me tavan të ulët dhe me dritare që nuk mbyllej mirë. Pastaj më tregoi një gjë. Në murin e dhomës së gjumit, aty ku asnjë musafir nuk do ta shihte, ai kishte ngulur pëllëmbën e tij, në laç. Gishtat e tij, ato 5 shenja të ashpra, ishin stampuar aty për jetë. Ja, tha ai, këtë punë nuk ma ka bërë bardhoshi kur. Këtë punë e bëra vetëm unë për ty. Nuk e putha, nuk më duhej. E kisha kuptuar. Zezaku ma bëri atë punë më mirë se bardhoshi. Sepse bardhoshi ndërton mure për t'i ndarë njerëzit. Zezaku ndërton mure për t'i kujtuar. Dhe unë, vajza e bardhoshit, fle çdo natë duke e ditur se diku, në një shtëpi të vjetër, një dorë e ashpër pret akoma që unë të kthehem. Jo për të më prekur, por për të më kujtuar se më ka prekur dikur. Kjo është puna që Zezaku ma bëri më mirë se bardhoshi. Më bëri mua. Unë qava.